Përshëndetje vajza, mirë se erdhët në kanalin tim. Si që keni parë edhe nga tema, sot videoja do t'ju dedikohet skincare-it për fillestarët dhe çdo hap që duhet ndjekur për rutinën e fytyrës. Më vijnë shumë mesazhe në Instagram ku vajzat kërkojnë ndihmën time dhe më thonë jam fillestare, nuk di radhitjen e produkteve dhe më të rëndësishmen nuk di se nga t'ja filloj. Mos u shqetësoni, unë jam këtu për t'ju treguar çdo gjë dhe nëse jeni në moshën 18 deri në 25 vjeç, kjo video ju dedikohet juve. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë. Tadaan! Fillojmë. Hapi i parë, strukimi për të hequr të gjithë make-upin. Në një koton këtu, edhim, i lagi mirë, që të përthite tek e gjithë pambukë. E bëjmë në këtë mënyrë, pasi kam 4 pambuqe. Dhe tek syt duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta lëm 2-3 minuta sapo të zbutet. Sepse po e fshim me njerë dhe duhet të hequr në mënyrë delikate, po e që me njerë do fillojnë të dalin rullat. I heqim. E strukojmë. Shikojeni sa ka mbetur. Bëjmë në këtë mënyrë. Fytyra ime do filloj të skuqet pak, sepse e kam të ndjeshme. Dhe siç e pam, nuk është hequr e gjithë make-upi në fytyrë dhe për këtë na duhet një larës. Hapi i dytë është larësi. Tani si veproj unë? Pasi e kam pak të lagur fytyrën, e vendos në dorë. Në këtë mënyrë e masazhoj. Në qoftë se nuk keni mjete përkatëse, me dorë çdo gjë e masazhoj disa minuta që vaji i kësaj të deportoj dhe ta heqi të gjithë make-upin. Pasi e lava fytyrën, me një peshqir, unë gjithmonë e marr të bardhë, tamponoj duke fshirë lehtë fytyrën. E fshi lehtë dhe jo ta bëj fort, sepse irritohet lëkura. Unë e kam të ndjeshme dhe skuqet shumë. Hapi tjetër është një scrub, unë përdor të i ka odhera, është shumë e mirë. E masazhoj delikate që mos të skuqet fytyra. Scrubi shërben për të hequr të gjitha pikat e zeza dhe papastërtitë në fytyrë. E lë fytyrën të butë, tani të shplaj fytyrën. Siç e shikoni është pak e kuqe. Hapi numër 4 është toniko. Toniku shërben për të hequr të gjitha papastërtitë e fytyrës. Shumë veta e ngatrojnë tonikun si ujë micelar, por në fakt janë dy gjëra të ndryshme dhe toniku nuk mund ta anashkalojmë. Hapi tjetër
është të vendosni një mask në tipologjinë e fytyrës tuaj. Unë për shembull e kam të thatë dhe vendosë një mask me Glow Sheet Mask. Është e mbushur me shumë vinkadhere mirë. Po tani është pak e vështirë për t'u hapur. E hapa. Tani do shikoni një gogol në aksion, për mos e trëmni. Jam unë. O, sa e freskët. Në qoftë se doni mund t'i mbuloni edhe syt, por për shkak të videos do t'i lë. Nga fantastike, me këtë mana bëj dhe pak të. Basteje, u tërbova, basteje, jetë në rova, basteje. Tani kaloj 20 minuta dhe po e heq. E hap serumin në përfytyrë. Është një serum, është serumi. Kjo është për fytyrat e thata. Kjo ma lë fytyrën me ndriçim, sepse unë e kam të thatë, dhe ndriçimi nuk ekziston. Kjo të paktën ta lë. Duhet të kemi parasysh një gjë që produktet nuk duhet i vendosim me njëherë njëra pas tjetrës, por do t'i vendosim duke pritur pak sa produkti të përthithet në gjithë fytyrën. Produkti tjetër është CeraVe krem hidratues, që është 3 në 1, mund të vendoset për fytyrë, për trup. Kjo është shumë hidratues dhe unë gjatë kohës që kam përdorur këtë, nuk kam pasur alergji. Por tani se kur filloi prap alergjia, tani unë nuk kam pasyrën për balë dhe nuk do shikoj objektivin, por do shkoj pak lartë për mos të mbetur asnjë gjë e bardhë në fytyrë. Atëherë pasi mbaron me këtë, për vajzat që ka nevojë për ullat, mund të përdorin një produkt për ullat. Po për ato që nuk kanë problem, me kremin e bën tek syt. Dhe hapi tjetër, për vajzat që kanë puthra, duhet të përdorin një locion për fytyrën. Kjo ju ndihmon që puthrat të hulet. Në rastin tim kam një locion për puthrat. Sa herë që më dalin puthrat, e marr me kruajtës e veshës dhe e vendos në vendi ku kam puthër, por sot nuk kam puthra, kështu që e mora vetëm për ta demonstruar. Produkt tjetër në skincare-in tuaj nuk mund të mungoj as një lip scrub për buzët. Kjo është me shalqir, ma produkt dhe e vendos tek buzët. Sa e mirë. E mbyll të, e lë pak, sa sheqeri të veproj, të bardhat që na krijojnë qarje këto, kjo e ndihmon. Dhe unë thjesht nuk e shplaj, por thjesht e bëj këtë mënyrë. Që është e gabuar, por unë e bëj. Produkti tjetër dhe i fundit është balsami për labra. Kjo është e Sephoros me kokont. Dhe skincare-it i erdhi fundi. Kjo ishte e gjitha dhe fytyra ime, si mund ta shikoni, ndriçon.
dhe shumë e butë. Me këtë manak, kur ju bëni skincare, do të flini e qetë dhe fytyra juaj do të duket si një tullumbace. Mos harroni të më bëni një subscribe, një like, se faleminderit që ndoqët deri në fund këtë video. Nëse e keni ndjekur videon deri në fund, vendosni siç është ajo kuklla e vogël me peshqir në kokë, që unë ta di që ju e keni parë videon deri në fund. Ju falenderoj shumë pafund për shpërndarjet që keni bërë tek video e parë dhe ne do të shihemi tek video e radhës. Mirupafshim!